sotme, ju do të keni mundësi të ndiqni emisionin shqipëromisht të titulluar "Na njihni, pastaj na paragjykoni". Këtë emision i cili do të transmetohet një herë në javë do të evidentojmë vlerat dhe problematikat e komunitetit rom si pjesë integruese e shoqërisë shqiptare dhe do t'ju jojmë me zhvillimet më të fundit nga rajoni i Korçës dhe me gjëra që lidhen me jetën e këtij komuniteti. Në këtë kuadër, të këtij emisioni do të jetë edhe rubrika e gjuhës rome. Së bashku me mua Jane Luka do të jetë edhe kolegja e Gjuhës Kosturi, e cila do të përcjell materiale dhe rubrikat që do ta anoncohen në gjuhën rome. Alikerava mesi nomi e Gjuhës Kosturi, a ka emisioniste të avena mensorate den Anglipakjapet të Mara. A me ka das informacja e mi problematika ti romani qip, ke ka gjanjoh a marok një gjalipe e mi problematika romatika një. Saroji kotor ti integracja mashkalej të ka gjikalipe. Ili ka si ka vaktu me që së ovela am të kava e më të tiza. Atëherë le të ndjekim shkurt disa nga kronikat dhe lajmet që lidhen me jetën e komunitetit rom. Korça është një nga rajonet më të populluara me banor nga komuniteti rom në vend. Edhe pse nuk ka statistika zyrtare sipas të dhënave të publikuara nga shoqatat rome, në këtë rajon numërojnë rreth 8000 banor nga ky komunitet. Po sipas të njëjtave burime, mësoj se numri mimik i kësaj popullsie është përqendruar në zonat urbane. Në rrethin e Korçës është përqendruar edhe numri mimik i popullsisë rom. Në këtë rreth numërojnë 790 familje, kurse në qytetin e Korçës banojnë rreth 600 familje rome dhe më pas vinë rrethet Pogradec, ku vetëm në bashkinë e Pogradecit ka 430 familje. Në rrethin e Devollit, kjo popullsi është përqendruar në bashkinë e Bilishtit, ku aktualisht jetojnë 140 familje, ndërsa Kolonja është rrethi me një numër kufizuar banorësh nga komuniteti rom. Në bashkinë e Shsekës jetojnë vetëm 5 familje, kryesisht në zonën periferike të kësaj bashkie, ndërsa nga zonat rurale përqendrimi i mimit i popullsisë rome është në komunën e Pojanit, ku në fshatrat e kësaj komune jetojnë rreth 100 familje të tilla. Popullsia rome bashkëjeton sot me pjesën tjetër të popullsisë dhe ka zakonet dhe traditat e saj. Në kuadër të projektit Kontributi rom në riciklimin e mbetjeve është organizuar në mjediset e bibliotekës timimit të qytetit Korçës një seminar me karakter edukativ, social, shëndetësor dhe mjedisor, i cili kishte si qëllim ngritjen e kapaciteteve të përfaqësuesve nga minoriteti rom që punojnë me riciklimin e mbetjeve në rajonet Tiranë dhe Korçë. Në këtë seminar, i cili u realizuar në partneritet me shoqatat rome Gruaja Rome së Nesërmes me qendër në Tiranë dhe Disutni Albania me qendër në Korçë, u trajtuan njësër tema si riciklimi i mbetjeve, aspekte ekonomike, shëndetësore dhe mjedisore të biznesit të riciklimit, si dhe kuadri ligjor mjedisor. Ne kemi një program që do të zhvillojmë deri në qershor të 2019, duke krijuar disa mekanizma lehtësues për sa i përket komunitetit dhe riciklimit të mbetjeve. Ky projekt do të ketë rezultate të qarta në drejtim të përmirësimit të kushteve jetësore të komunitetit rom që punon me riciklimin e mbetjeve, nëpërmjet krijimit të mekanizmave të biznesit midis pjesëtarëve të këtij komuniteti që punon me riciklimin e mbetjeve dhe biznesit të riciklimit. Organizimi kampeve verore për të disa të invitratës i krijon një mundësi më shumë për integrimin e fëmijëve rom. Si shprehen edhe vetë fëmijët e mësuesit pjesëmarrës në këto kampe verore, kjo është një praktikë e cila jo vetëm që krijon më shumë mundësi argëtuese, por mbart edhe vlera kulturore edukative që transmetohen tek këta fëmijë. Ne në kampin veror ja kalon shumë mirë. Bërë lodra, mësonin, bërë vizatime. Qëllimi ynë ishte që këta fëmijë t'i largonin nga rrugat, nga veset, nga vjedhjet, nga duhani, nga gjërat veset të këqija dhe duke i shkëputur, duke i marrë në kap, ne bënim një punë të mirë edukative. Për disa vite radhazi, Bashkia e Korçës në bashkëpunim me organizatat të qeveritare kanë organizuar kampe verore për fëmijë që rrjedhin nga familje me probleme sociale dhe veçere. Ka das informacja ti romani qip, ka si kloven o qiptipe romantikana. Andi Korça Prishtina, poput roman katarodizava verati Albani, ili kananai registrația catoșerune amarete mesto. O organizate romenge cedei registrația Poboro Mandia Prishtina ti Korça Pogradeci Bilishta în Togava. Catar amara comuniteti, samo ti Korça în Togava Jana estașelu eņavar deci familie romanicane. Ti Korça angreti dis istale șoșel familie roman. Pogradeci istale ștașelu trianda familie roman. Bilishta Prishtina Shelusaranda familie roman. Tjerseka Beshena 5 familje roman. Samopolini Pojan, akale komunate, istale 6 familje romanikane.
ka gjana 8.000 Roma. Amare Roma peshe na ilk që daneste e vave populaciata i silen kultura tradita romani. Ma bristen, i silen en romani qipë. Ti mimitko, Andi Koqa, undivori trajningo, samo e romenca, kaj te gjamente që ere mutito riciklimi. Sar aprovat trajningo, undivoti Tirana e Koqa, kaj vaqerde buçu karu ziklarte. To riciklimi, samo te gjamente te pikneni mushama i plastika o stasunja, e mbut butjava vera, i stavoj i biznesi buçu karu. To projekti partneri i sine Katari Tirana i Romni i Tasia Raci, Andi Koqa i sine partneri i organizacija i Sukni Albani. Tale Brëshaka ti Koqa o qavore Roma gjana to kampi e rave qavorenca. Po që tani pe amare dizako dhe nasa me një shukalipe, mashkare amare romende, kaj o qavore te gjan shukat integracja e rave gajenca. Tu me shunen so peneli si kjarni e maksimegi, a naj samo te aven to kampi o qavore. O te si klona rave maksimenca te qelen, te beshen e bus butjava vera. Shunen tu mare maksimen sole penena kaj sine to kampi. Në një ditë që sa lido du të latëson, që lasis me si klarenis me minut të gjere, si klarina së nën amen jek kakaz, jek loja, jek... Ka gjas pale? Ka gjas. Si Brëshaka që tani pe amare dizate e shërupnesa, që reda kampja e organizatenca, kaj të avem po pashej put familjenje kaj siden problemja socialno-ekonomike. Martesa në moshë të komuniteti Rom banon të ngjelet problemin prekët sociale dhe me pasoja për të komunitetit. Në minutat të vijim do të ndalen tek fenomenin i prekët social për komunitetin Rom. Martesat në moshë të vogël të komuniteti Rom janë një fenomen sa i nimshëm aq edhe problemin prekët social, duke pasur parasysh pasojat që të mbaten në të komunitet dhe që mbaten të parë. Sipas mentalitetit Rom, vajzat duhet të martohen në moshën 16 vjeçare dhe vjen jo më shumë se 17 vjeç. Marinela është e vajzave, e cila është martuar në moshë të vogël duke sakrifikuar edhe shkollën, por që vetëm pak muaj pas lidhjes bashkëshortore, ajo i forcuar. Si gjithë vajzat e komunitetit Rom, unë jam martuar në një moshë shumë të vogël, jam martuar në moshën 16 vjeç. Duke ditur se Romët kanë ende atë mentalitetin që duhet i martojmë shpejt e shpejt vajzat në një moshë shumë të vogël, të paktën unë jam martuar të themi 16 vjeç, por ka vajza të tjera që janë martuar më të vogla se mua. Si jeni njohur me bashkëshortin tim? Unë me bashkëshortin tim jam njohur me anë të mbledhërisë. Para martese, atë kujtoje shkollë? Sigurisht që frekuentoja shkollën. Isha vit të parë në gjimnaz, kam një vajzë, është 3 vjeç e gjysmë, kam përgjegjësi ndaj asaj fëmije, duhet t'jap edukatën e mirë, duhet të thyemi shpejt e shpejt atë mentalitetin që kemi, t'i bëjmë ndalë martesave në moshë të vogël. Por mentaliteti i martesave në moshë të vogël është një traditë e pasur ndër breza, që lidhet në atë që quhet ruajtja e vajzërisë dhe që vjen edhe sot ashtu si libur në një ndërlidhje paratike dhe transmetohet tek moshat të reja. I martojmë të vogla që të venë me nderë në buri. E kemi si tradit këtë neve. Me i kalën gjyshi. Atë mami, tregon se vite më parë, është martuar në moshë të re, por nuk do dëshironte që edhe fëmijët e saj të martoheshin në moshë. Unë jam ato në moshën 16. Edhe burën e kisha 17. E kisha në madhë, brenda javës e morë. Unë ka 5. 4 vajza, 1 djalë. Për vetën time unë, do më thënë, e rrisin që e kam 17, nuk e martoj. Të verë 25. I martoj fëmijë të vegjël, marrë nuse të vogla të më thënë. 1 muaj, 2 muaj, ose 1 vit, 2 vit, ndaj. Se ndodhë kjo? Ndodhë, do më thënë, që martin të veqë, fëmijët, të kalama, të papikur. U bërë që patën e vjeqë ose djali 15-16 do prati martëm se do plake. Nuk u plake pas që pas djali. Është gabim që ta martështu. Është shumë. Braktisja shkollës, divorcet të cilat janë shumë herë më të larta se në pjesën tjetër të popullsisë,
Praktisja e fëmijëve nga nënat ende minorene për shkak të martesave të peshme janë pasoja që rrjedhin nga ky fenomen social I dimshëm. Por shpeshherë për shkak të lindjeve në moshë, fëmijët ngelen edhe pa regjistruar e përjetoj edhe pa shkolluar. Kristina Posturi është një vajzë 10 vjeçare, e cila është praktisur nga nëna e saj dhe sot për të kujdeset gjyshja së murë për Xhirek. Madje vogëlushja figuron edhe pa regjistruar, por që pa dëshirës së saj dhe ndërhyrje së fondacionit Ndihmë për fëmijë, ai vazhdon klasën e 3 në shkollën 9 vjeçare në Krashtë. Si? Mirë. Mirë, të pëlqen shkolla? Ke shok që shok aty? Plot. Në social, si sillet me ty? Mirë. Mirë, të cila bangë je? Të 4. Në bangën e 4. Me shoqe, me shokje në bangë? Më shoqe. Me shoqet je në bangë. Të njëjtin fakt ka pësuar edhe 10 vjeçaria Maria Shkodrani, për të cilën kujdeset gjyshe Ismetja. Për të rikëvogëlushen, Ismetja punon pa u lodhur në tregu I rrogë. Ajo tregon se vajza e saj dhe të ëndri pas martese e braktisën fëmijën dhe sot vogëlushja nuk I njeh prindrit e divorcuar.